Më lejo të shpreh diçka që duhet të flasim. Ati thotë që urtësia e tij që ishte me Zotin që në fillim, e thot hapërzi që urtësia e tij, thot unë urtësia isha në këtë rast, isha me Zotin që në fillim. Fjala vëmotë dhe urtësia, fjala e tij dhe urtësia dhe jo personat të vetëdijshëm, ato janë fjala dhe urtësia në këtë rast janë personifikime të atributeve të Zotit, dhe Zoti mund të ketë atributet e tia vetëm. Dhe atributet e tia, karakteri tia, në këtë rast nuk janë persona të tjerë të vetëdijshëm. Urtësia dhe fjala nuk janë persona të vetëdijshëm. Janë atributet e tia, përbejnë sjelljen e tia, karakterin e tia. Kush është fjala dhe urtësia e tij që zbulohet neve, dhe nuk janë persona të vetëdijshëm me koshencë, me ndërgjegje, por janë në këtë rast atributet e tia që shumë herë ne shikojmë në personifikimin që shikojmë ajo urtësia, ajo është një personifikim, është edhe në një strukturë si mund të ishte një person, por është nga ana analogjike, është nga ana e shëmbëtyrës lavdjatit. Urtësia dhe fjala e tia nuk janë persona të vetëdijshëm, janë atributet e Atit. Prandaj po ta shikosh ti në ekran, kur thotë që Zoti krijoi universin. Kush e krijoi? Zoti. Fjala e Zotit krijoi universin. Zoti krijoi universin nëpërmjet urtësisë. Tani këtu kemi të njëjtin person të vetëm që krijoi universin me anë të urtësisë së tia, që ishte brenda tia, brenda Atit. Prandaj shikojmë në zona filla 1, në këtë rast nëse dallohet te zona filla 1, po Zoti, në fillim Zoti krijoi qiellin e tokën, ai krijoi. Dhe toka ishte e patrajtë, e zbrazë dhe errësira mbulonte sipërfaqen e umnerës dhe fryma e Zotit fluturonte mbi sipërfaqen e ujrave. Dhe pastaj Zoti tha, Zoti dekretoi, Zoti komandoi, u bëft të drita dhe drita u bë. Kush e bëi? E bëri Zoti. Zoti nuk kishte nevojë ndihmës ndaj një person tjetër jashtë për të krijuar universin e tij. Zoti ka fuqinë e tij me anë të krijimit të fjalës së tij. Sepse ndodhet brenda, është karakteri i tij, është atributi i tij që e ka, ai flet dhe krijohet nga hiçi. Është fuqia e tij, lavdërimit të tij. Tani, këtu pamë në të njëjtën kohë që ishte fryma e Zotit që fluturonte mbi sipërfaqen e ujrave. Ati foli fjalën, masandaj fryma e tij në këtë rast krijoi dhe u bë drita. Doli prej tij, prej Atit fryma e shenjtë. Nuk është një person më vete. Wake up. Atëre Jahwe Zoti formoi njeriu nga pluri i tokës dhe i fryu. Ka fryu në vrymat e undës një frymë jete. Fryma e shenjtës, fryma e jetës. Dhe njeriu u bë një shpirt i gjallë. Shpirt i gjallë. Po ta shikosh fjalën e atij shpirti nga hebrejisht do thotë nefes. Do thotë shpirti, vetvete, jetë, krijesë, person, oreks, mendje, qenie gjallë, dëshirë, emocion, pasion. Të tëra këto përbejnë vëllai përbejnë shpirtin. Përbejnë shpirtin, qenien e njeriut. Që Ati çfarë bëri? Formoi njeriu nga pluri tokës Adamin dhe masandaj me anë të fuqisë së frymës së shenjtë që doli prej tij, ai fryu në frymat e undës së tij dhe ai njeriu u bë një qenie, u bë një shpirt i gjallë. Mori masandaj jetë dhe ai person filloi të kishte orekset e tij, mendin e tij, dëshirat, emocionet, pasionet e tij. Tani, le të flasim diçka shumë të rëndësishme, se folëm disa gjëra për punën e një doktrine shumë të gabuar që akoma sot besohet. Koncepti i para ekzistencës nuk përshtatet në këtë rast, i para ekzistencës së, në këtë rast, Mesias,
nuk përshtatet as pak me asnjë mendje racionale ku na paraqitet për shembull në gjeologjia e Mateut 1, sepse shumë njerëz mendojnë që Mesia ishte ekzistues përpara krijimit të botës nga ana e tij koshente, gjë që nuk ka një mendje të shëndoshë racionale që mund të mendojnë në atë mënyrë. Sepse thamë që kur na paraqitet gjenealogjia e Mateut që ai lindi prej gjenealogjisë së Davidit dhe përtej, kuptojmë që ky person erdhi në ekzistencë në Mateu, në këtë rast dhe kur erdhi në barkun e Miriam. Një person nuk mund të ekzistojë në gjendjen e tij të vetëdijshme dhe pastaj të ketë atë status gjenealogji që Jashua, Mesia u shpall që të ishte si biri i Davidit. Nuk mund të ndodhin të dyja gjërat në të njëjtën kohë. Sepse thonë që Mesia ishte me Atin në gjendjen e tij të vetëdijshme, kishte një trup, ishte i vetëdijshëm me ndërgjegjen e tij, me koshencën e tij, pastaj erdhi në barkun e Miriam. Kjo gjë nuk ka logjikë. Okej. Nëse ai ka ekzistuar më përpara në gjendjen e tij të vetëdijshme me koshencën e tij, me trupin e tij, është thjesht një kuptim logjik që një person ka ekzistuar më përpara në ekzistencën e tij të ndërgjegjshme. Ky aspekt nuk përcakton atë si pasardhës të Davidit në rastin që na shfaqet në Mateu 1. Për më tepër, kalimi asaj në këtë rast të gjendje të mëparshme që thonë i përjetshëm me Atin në gjendjen e koshencë, para ekzistenca në këtë rast që ndodh përpara themeleve të tokës, më vonë në atë gjendjen e dytë të vdekshme vjen masandaj dhe si ai u konceptua. Ishte në këtë rast në gjendjen e përjetshme thonë të para ekzistencës, para themelimit të botës, në gjendjen e parë të përjetshme, pastaj çfarë ndodhi? Ai trup, ajo gjendje koshente, ajo status që kishte në këtë rast nga ana fizike dhe nga ana e ndërgjegjes në gjendjen e tij të vetëdijshme, ku vajti? Ku shkoi trupi i parë? Çfarë ndodhi me të parin? A mund të ishte profetizuar të shfaqej drejt për drejt, meqense ai me sa duket ekzistonte në vend që të konceptohej në barkun e Miriam? Ai ishte, më përpara thonë, atëherë ishte, do shfaqeshe me njerë, përse duhet të konceptohej në barkun e Miriam? Përben logjikë për ty, vëlla motër? Një person që ka një ndërgjegje dhe ka një status të përjetshëm, masandaj, ai person vjen në barkun e një personi dhe ndryshon statusi i tij nga i përjetshëm bëhet i vdekshëm, lutet për ringjalljen dhe masandaj ka logjikë? E di sepse këto gjëra besohen nga Triniteti me atë kapsulën e 3 në 1. Të dy idetë që sapo pamë janë të palogjikshme dhe të papajtueshme, para ekzistenca në gjendjen e tij të vetëdijshme dhe masandaj ardhja në të nërmish njeriu. Janë të papajtueshme, veçanërisht me realitetin jude në këtë rast që kishin apostujt dhe ata ishin shumë familjar me koncepte të tilla që kishin të bënin, masandaj do ta shikojmë si apostulli Shaul dhe Gjoni, që kishin të bënin me çështjen e urtësisë, që është fjala e Atit që u manifestua në mes nesh. Sjellja që Mesia pati vetë dhe e mësoi atë urtësi në Izrael dhe na i la dhe për neve. Prandaj përmenda gjatë tërë kohës urtësinë e Atit. Urtësia e Atit, fjala e tij u shfaq në mish njeriu, në personin e Mesias. Kaq. Le ta shikojmë atë urtësinë. Në Baruku, në para Barukut, fjalë të urtë 8, sa se ishte. Pranoni mësimin tim dhe jo argjendin, thotë Ati, nëpërmjet personifikimit të urtësisë së tij, ka fjalën nëpërmjet urtësisë. Pranoni dije në vend të arit të zgjedhur, sepse urtësia vlen më tepër se margaritarët.
Të gjitha gjërat që dikush mund ose dikush të dëshirojë nuk barazohen me te, me urtësinë. Urtësia rri me maturinë dhe gjej dijen në meditim. Frika e Jahve është urrejtës të keqen. Frika e Jahve është urtësia. Është fillimi i urtësisë, është kuptueshmëria, është ligji i tij, është karakteri i Atit, është atributet e tij, është sjellja e Atit. Unë e urrej arrogancën, kryelartësinë dhe arrogancën, rrugën e keqe dhe gojën e çoroditur. Çfarë është kjo gjë e keqe që keni braktisur sabatin? Festat e Atit. Kryelartësia, arroganca nuk do të zbatoj ligjin e Atit. Dhe pasaj flasim me një gojë jo të mire, me një gojë të çoroditur. Mua më takon mendimi dhe urtësia e vërtetë. Unë jam zgjuarësia, mua më përket forca, thot Ati nëpërmjet urtësisë. Njëri merr masandaj që po flasim për veten tonë, është marrëzi. Ati thot mua më takon mendimi dhe urtësia e vërtetë. Unë jam zgjuarësia dhe mua më përkasin forca. Nëpërmjet meje, thot urtësia në këtë rast, mbretërojnë mbretërit dhe princat vendosin drejtsinë. Drejtsinë. Nëpërmjet meje, qerisin krejt fisnikët tër gjykatësit e tokës. Unë i dua ata që më duan, thot personifikimi i urtësisë, në këtë rast Atit. Dhe ata që më kërkojnë me kujdes më gjejnë. Me mua jam pasuria dhe lavdia, pasuria që zgjat dhe drejtësia. Fruti im i urtësisë është më i mirë se ari, po se ari kulluar, dhe prodhimi im më tepër se argjendi zgjedhur. Fruti dhe prodhimi, frutat, prodhishmëria që neve duhet të kemi në rrugën e disiplinizimit tonë me anë të urtësisë, ligjit të Atit, urdhërimeve të Tija. Sepse e pamë shumë haprazi që në fillimet që ishte urtësia, ja ku kemi që ta kuptojmë, ishte urtësia që është libri urdhërimeve, që ligji i tij përsosur i Atit është karakteri i tij, lavdijemi të tij. Ja po e vëm këtuja. Ja ku kemi. Urtësia është libri urdhërimeve të Zotit, të Atit, të rast. Dhe ligji i tij që qëndron për jetë. Kush është urtësia? Urdhërimet, ligji i tij. Të gjithë ata që mbajnë fort do të jetojnë. Urdhërimet, ligjin e Atit që është urtësia. Dhe kur e braktis urtësinë, masandaj ndodh thotë që nuk është një gjë e mirë, thotë. Dhe thotë ata që braktisin do të vdesin. Unë eci në rrugën e drejtësisë, në mes të shtigjeve të drejtësisë, thotë urtësia Atit. Për të bërë ata që më duan të trashëgojnë pasurinë e vërtetë dhe për të mbushur thesaret e tyre. Çfarë ndodhi? Që thotë Jahve, thotë, më zotëroi në fillim të rrugës së Tij. Në fillim ishte fjala. Në fillim ishte urtësia që ishte brenda me Atin, dhe Ati krijoi me anë të fjalës, me anë të urtësisë së Tij. Gjoni një. Jahve më zotëroi në fillim të rrugës së Tij, përpara veprave të Tij më të lashta. Para themelimit të tokës. Lavdijemi tanë. U vendosa nga përjetësia. Fjala e Atit është e përjetshme. Ligji i tij është i përjetshëm, urdhrimet e tij janë të përjetshme. Në to ka urtësi, sepse në ligjin urdhrimet e Atit e bëjnë të urtë njeriu e thjeshtë. Unë u vendosa nga përjetësia, thot urtësia, që në fillim para se toka të ekzistonte. Para se toka të ekzistonte. Nga përjetësia. Ishte çfarë? Fjala e Atit, ishte brenda tij, logos, fjala e Atit në gjoni një. Para Pjetrit 1:18-20. Në qoftë se thërrisni si atë që favorizon njeri, që pa favorizuar njeri, gjykon sipas veprës së secilit, kalojeni kohën e shtedimit tuaj
mbi dhe me frikë. Pse thot me frikë? Me frikën e Atit, me frikën e Jahwe në këtë rast. Që neve du ta kemi, që është fillimi i urtësisë. Jo, këtu kam ditur, më falë, se ndoshta tash ishte një tjetër fjalë, por ditur, duke ditur se jo me anë të gjërave që prishen, si argjendi dhe si ari, si argjendi dhe si ari, për pamës argjendin dhe arin, po i pam pak tuja në argjendin dhe arin. Ja, ku kemi? Urtësia e Atit, thot, është fruti i frymës. Fruti im, thot, është urtësia ime, thot, dhe është më mirë se ari dhe si argjendi i zgjedhur, thot. Duke ditur se jo me anë të gjërave që prishen si aria si argjendi jeni të shpenguar në mënyrat e kota të jetuar të shëshuar nga etri tuaj më përpara. Por jeni të shpenguar, thot, të shfaqsuar, të nxjerrë nga zjedha e mëkatit kur ishit më përpara, nga rrjedha e kësaj bote, por thot jeni nxjerrë, thot, me anë të gjakut të çmuar të Mesias, të Krishtit, thot, si qingji pa tmeta dhe pa njolla, të paranjohur përpara krijimit të botës, për të shfaqur në kohët e fundit për ju. Okej, më vjen në zemër, lavdijemi tentu atë më solle në zemër. Okej, do të shikojmë një varg. Po flasim për, do t'i përmbledhim tani të tëra gjëra. Okej, shkrimi thotë që në para Korintasve 2:8, është një varg shumë i rëndësishëm që përben prapë të njëjtën koncept, thotë ka bova unë ndoshta 2:8, ja pa 2, më falë, pa ka bova unë. As përse s'po më dilte. Ja një moment, para Korintasve 2:8. Okej. Që vargu 7. Lavdijemi tent. Lexo shkrimin vëlla motër, lexo shkrimin për veten tënde dhe mbushesh. Mbushesh me urtësinë që vjen prej lart të përjetshme. Ku jemi urtësia. Okej. Jemi në para e Korintasve. Dytejt, 7 më falë. 7:8. Okej. Po flasim, thotë apostulli Shaul, urtësinë, thotë, urtësinë, po urtësinë, jo urtësia, urtësinë, okej. Po flasim urtësinë e Zotit që është e fshehur. Kalojmë në një fshehje tash. Lavdijemi të. Apostulli Shaul e kishte librin e Enokut normal. Lavdijemi të. Po flasim urtësinë e Zotit të fshehur në mister. Që Zoti e kishte para përcaktuar, e kishte në plan, e kishte në zemër, e kishte në brendësi, në mendjen e tij. Për para kohërash, para se themelohesh e bota, me pak fjalë, për lavdinë tonë, të cilën asnjë nga pushtetarët e saj kohe nuk e ka njohur, sepse po ta kishin njohur, nuk do ta kishin kryqëzuar Zotin e lavdisë. Urtësia në këtë rast ishte e fshehur në mister dhe Ati kishte para përcaktuar para themelimit të botës. Efezianët 1:4 në të njëjtën kontekst, ishte fshehur përpara në këtë rast thot për lavdinë tonë, por duhet të gjej Enokun.
Enoku, një më falë, okej. Po, okej, ja ta marrim profetin, lavdim, ja. Okej, lavdim tatit, jo, nuk s'lazim gjë. Profeti Enoku, shtati nga Adami, që profetizoi ardhin e Mesias në Juda 1:14, thotë dhe mbretit e të fuqishmi dhe të gjitha ata që zotërojnë tokën do ta bekojnë ke Mesian Krishtin. Do ta lavdërojnë dhe do ta lartësojnë atë që sundon mbi të gjithë. Që ishte fshehur. Sepse që nga fillimi biri i njeriut për Mesian ishte i fshehur. Dhe i shumë lartëri e ruajti atë ke Mesian në praninë e fuqisë së tij dhe as zbuloi të zgjedhurve. Dhe kongregacioni i zgjedhurve dhe i veçuarve do të mblidhet dhe të gjithë të zgjedhurit do të qëndrojnë përpara tij atë ditë. Dhe të gjithë mbretërit, të fuqishmi dhe të lartësuarit dhe ata që sundojnë tokën do të bien përmbys përpara atij, përpara Krishtit, përpara Mesias, me fytyrë për tokë dhe do të adhurojnë dhe ta vendosin shpresën e tyre tek ai, biri i njeriut, dhe do t'i kërkojnë dhe do t'i luten për mëshirë nga duart e tij. Tu jemi në librin e Enokut, vëllezër, 62, ishte deri 1800-ën. Brenda në Biblën versioni King James, njerëzit e hoqën, ja shkrimi i atit. Çfarë tha apostulli Shaul thot? Që po fliste për urtësinë që ishte fshehur në mister. Dhe ati këtë urtësi në këtë rast që do vinte, do shfaqeshe me anë të birit të tij, e kishte fshehur në praninë e tij, do thotë në brendsinë e tij, në mendjen e tij, në planin e tij. E kishte çfarë? Para përcaktuar, të para njohur, ka të bëjë me njohjen, në këtë rast në planin e tij, me qëllimin e tij, përpara krijimit të botës. Por në këtë rast në barkun e Mirja me shfaqje në kohët e fundit për neve. Ndërkohë pak më përpara foli që ati nuk favorizon asnjë, thot, që do gjykoj sipas veprave, qofse zbatojmë urdhrimet e tij apo jo, të gjithë secilit që neve masandaj thotë ne duke ditur se jo me anë të gjërave që prishen, si ari argjeneri, që në këtë rast ne nuk kemi shpenguar me gjëra të tilla, thot, por me anë të gjakut të çmuar të Mesias së Krishtit, i cili ishte i para, në këtë rast të paranjohur për para krijimit të botës, plani i atit, urtësia e tij, të përben pëtimin dhe shpengimin e njeriut me anë të Mesias, me anë të gjakut të çmuar të tij, qingji pa të meta pa njolla. Kur fola pak më përpara në konceptin e para ekzistencës së Mesias, është i njëjti koncept që shikojmë dhe në vargjet më poshtë, kur në Enoku prekëm që ai ishte fshehur biri i njeriut, kush e thotë? Libri i Gjonit përmend gjithmonë biri i njeriut. Do ta shikojmë më vonë. Mesia ishte fshehur në këtë rast, plani i atit ishte fshehur. Ati thotë më vonë, ja ta shikojmë këtu ja, Enoku që fletën, por masandaj le ta shikojmë kur flet për urtësinë dhe planin e atit dhe për Mesian, thotë që në atë vend thot pash burimin e drejtësisë, cili ishte i pashtershëm, dhe përreth tij kishte shumë burime urtësie. Para fronit atit, pa fronin atit, Enoku. Dhe të gjithë të ejturit pinë prej tyre, prej urtësisë, kishte burime, vëllezër. Kishte burime urtësisë nga ana analogjike po flet. Sepse duke pirë urtësinë e atit, duke zbatuar urdhrimet e tij, ligjin e tij, në këtë rast masandaj ke gëzim në këtë rast në jetën e përjetshme, si shpërblim të asaj bestidhjes në gjakun e Mesias që kemi ringjallja. Dhe të gjithë e eturit, pinë. Kërë tha Mesia, dhe Mesia u ngrit në Gjoni 8 mos gaboj? Jo, në Mateu 19.
u ngrit në festën e tabernakuve të çadrave, tha, dhe kush ka etje le të vi të pijë. Qa po fliste vllamote? Po fliste për urtësinë që ati kishte dhënë në ligjin e përsosur që çfarë neve duhet të bëjmë. Dhe kjo është burimet e shumë burime urtësie që ati kishte vendosur tek ai. Ligjin e përsosur që nuk e kishte asnjë njeri në atë mënyrë siç ai e predikoi, lavdi emrit të tij, sepse urtësia që ishte në fillim dhe atë e zotëronte atë urtësinë e tij e krijoi botën me anë të urtësisë. Prandaj në Kolosianët flet për urtësinë dhe Mesia në këtë rast është analogjia që ishte urtësia e Atit. Krijoi me anë të urtësisë botën. Lavdi emrit të tij. Dhe të gjithë e eturit pinë prej tyre, për këtyre burimeve të urtësisë. Nuk është vetëm një, ka shumë burime që dalin nga afroni i tij, lumi i gjallë, lavdi emrit të tij. Dhe u mbushën me urtësi dhe banesat e tyre ishin me të drejtët. Ja ku profeti shikon banesat tona. Banesat tona në 1000 vjeçarin në qytetin e ri. Banesat e tyre ishin me të drejtët të shenjtë dhe të zgjedhurit. Në ato orë ai biri i njeriut u emërua. U emërua vllamotë. Ky është fjala kyçe që ti do të marrësh. U emërua në prani të Jahve të frymërave dhe emri i tij përpara të lashtit në këtë rast të ditëve. Është Ati. U emërua, u dekretua, u shpall. Ati lartësoi nga ana e planit të tij birin e tij, por nuk ekzistoi në gjendjen e tij koshente, të vetëdijshme para se në këtë rast të themelojë bota. Janë koncepte që apostujt kanë folur gjithmonë për atë ekzistencën nga ana e planit. Prandaj foli në apostulli Pietrit që foli për paranjohjen ku na vajti. Ishte i paranjohur, po, të paranjohur përpara krijimit të botës. Ka të bëjë me planin, me qëllimin, me zemrën e Atit çfarë do bënte. Dhe pastaj profeti e thot Aprazi, si shpamë në Enoku, që biri njeriut u emërua, u dekretua, u shpalli dhe autoritet Ati me anë të dekretimit të fjalës së tij, që kur të vinte të shfaqeshe, pastaj mira vite më vonë, duhet në këtë rast dhe kur të unë ta kem ringjallur, ju në këtë rast duhet ta adhuroni. Dhe është i lartësuar, thot, përmbi engjëjt, përmbi njeriun, po jo përmbi Atin. Doktrina e re me Trinitetit thot që Mesia është Ati. Mesia është Ati, pastaj një At këtu në tokë bëhet një Zot. Një Zot aty lart, pastaj bëhen dy. Ati thot jam një, nuk janë dy. Pastaj futin dhe frymën e shenjtë është Zot, pastaj bëhen tre. Tre Zotra, pastaj e futin në kapsullën e njeshkës. Një. Ati është një. I biri tij u konceptua në barkun e Miriam, mori statusin e Zotit, u lartësua mbasi u ringjall. Fryma e Atit në këtë rast është prej tij, përse do ti nuk është një person më vite. Zgjoju nga këto mësime të rreme. Ati dhe biri i tij janë dy persona të ndryshëm që kishin pastaj atribute të ndryshme nga njëri tjetri, sepse Ati ka të përsosura. Biri i tij kishte disa gjëra që pastaj përsovi, u tundua, u ringjall, u lut. Ati lutet, mos ndoshta Ati lutet sepse bëjmë Jezusin e bëjmë Ati. Ati ndërmjetëson ndaj dikush sepse Jashua ndërmjetëson për mëkatet tona, apo Ati ndërmjetëson për mëkatet tona ndaj kujt? I thash pak më përpara, janë koncepte, janë filozofike që kanë lindur në 300 në 400 nga katolikë ortodoks që do t'i flasim në komplet detajet në Triniteti i gabuar, që heq zyrën e kryepriftit të Mesias, që erdhi për të bërë shpengimin e faljes së mëkateve dhe të vazhdueshme në jetën tonë. Atë bën Triniteti që heq zyrën e kryepriftit të lartë të Mesias. Se e futi pastaj, më fal, Ati pastaj qenë ka kryeprifti tonë, sepse Mesia Jashua është kryeprifti tonë. I përsosur që bën ndërmjetësimin
për mëkatet, për faljen e mëkateve tek Ati. Masandaj, me që Jezusi është Ati, që ka dhe Ati që ka kryepriftit tonë, ben ndërmjesim për të kujt. Të kush? Koncepte filozofike që kanë lindur në 300-400 me këshillat e Nicejse, Laodicejse dhe me çdo kride të Augustus me çdo manipulim që ndodhen atëre, me kridet e tyre që i vendosën si ligj masandaj. Dhe mirë ai që ngrishe kundra gjërave të tilla, filozofisë të Platosë, të Aristotelit që futën brenda, me historinë e kishës që ke masandaj Subina, ke Failon ke plot prej tyre. Ke plot prej tyre. Agostin Hippo dhe kush ishte tjetër. Orgjeni, ka plot do t'i shikojmë. Ka plot. Dije vlla motër dhe njerë, dhe po e përsërisim se kjo është tema që dua ta kuptosh edhe njerë. Koncepti i para ekzistencës së Mesias nuk përshtatet as pak në asnjë mendje racionale ku na paraqitet gjenealogjia e Mateut 1. Ai erdhi në këtë rast dhe u konceptua nga fryma e shenjtë. Ati nuk konceptohet nga fryma e shenjtë dhe nuk lind në bark njeriu. Këto janë gjëra logjikshme, po mundohen të punoj më thellë në ndërgjegjen tënde, sepse filozofitë janë në mendje, ndërgjegja që Ati na ka dhënë përcakton masandaj urtësinë dhe ecjen tonë të mirë. Koncepti para ekzistencës së Mesias së Krishtit nuk përshtatet as pak në asnjë mendje racionale të pastër kur paraqitet gjenealogjia e Mateut 1 që kemi, që erdhi nga gjenealogjia e Davidit, biri Davidit. Një person nuk mund të ekzistojë në gjendjen e tij të vetëdijshme dhe pastaj të ketë një status tjetër që merr masandaj gjenealogjinë që ishte biri Davidit. Hipoteza, nëse ai ka ekzistuar më përpara në gjendjen e tij të vetëdijshme, është thjesht një kuptim logjik që nëse një person ka ekzistuar më përpara në ekzistencën e tij të ndërgjegjshme, ky aspekt nuk e përcakton atë si pasardhës së Davidit. Për më tepër kalimi nga gjendja e parë të hipotezuar të parapërcaktimi para ekzistencës së përjetshme para themelit të tokës, masandaj vjen më vonë në atë gjendjen e dytë të vdekshme që ai konceptua nuk ka kuptim. Ku shkoi trupi i parë? Ku shkoi ajo ndërgjegje e parë? Po flasim për ndërgjegjen, flasim për qenien, flasim për natyrën, për personin që është në tërësinë e tij një, nuk është me dy natyra, ti nuk ke dy natyra. Ti ke personin tënd, karakterin tënd, me natyrën tënde, me sjelljen tënde. Ti nuk ke masandaj 3 natyra, 4 natyra siç e bëjnë mesian filozofitë e tyre. Të dy idejtë në këtë rast, para përcaktimi i vetëdijshëm në gjendjen e tij të vetëdijshme të Mesias para themelimit të botës dhe ardhjen masandaj në trup njeriu, në mish njeriu, në barkun e Mirian, nuk përputhen dhe janë të palogjikshme dhe veçanërisht me realitetin që thash që para apostulli dinte dhe na e shpreu haprazi si Pietri, si Pali, si Gjoni, flasin për urtësinë, për çështjen e urtësisë tu manifestua në mes nesh, Jashua Mesia. Dhe atë urtësia ai e na i mësoi neve. Prandaj tërë koncepti që fillova me urtësinë, hyrja e fjalëve, jep urtësi, na ndriçon mendjen, na jep kuptueshmëria, është frika e Jahve, fillimi i urtësisë. Të gjitha ato koncepte masandaj që neve shikojmë në jetën tonë sepse Mesia i mësovi ato gjëra. Ishte zyra e kryepriftit të tij që mësonte ligjin, urtësinë e Atit. Urtësinë e Atit që qëndron për jetë. Mesia ishte
u konceptua në mendjen e Atit, ishte brenda në planin e tij, ishte e fshehur si mister, dhe prandaj thotë që se pam pak më parë, që biri njeriu Mesia ishte i fshehur, dhe masandaj na u zbuloi neve në kohën e caktuar, vëlla motër. Kur erdhi në trup njeriu, ju shfaq, dhe masandaj urtësia, fjala e Atit në Gjoni 1:1, mori mish njeriu, masandaj në vargu 14, dhe ne pam lavdinë e tij. Ne pam lavdinë e tij. Në veprat 2:22 thotë, burrat e Izraelit, thot Pietri, dëgjoni këto fjalë, Jashua Nazareas, një njeri i aprovuar nga Zoti, ndër ju me vepra të fuqishme, me mrekulli dhe me shenja që Zoti, Ati, beri ndër ju me anë të tij, me anë të Mesias, siç e dini edhe vetë. Ishte aprovuar nga Ati, i beri në këtë rast me anë të fuqisë së frymës së shenjtë, Ati veprovi me anë të ti, me anë të Mesias, lavdia Atit ka vepruar me anë të engjëve më përpara. Thot vetë Aprozi, lavdi emrit të tij, apo të shikojmë Hebrejnë 1:1, çfarë thotë? Deri në vargu 2. Ja ta shikojmë. Ja ta marrë një moment. Ndoshta do të kalojmë edhe për momentin në Gjoni 1:1 më thellësisht për momentin. Megjithëse është një mësim më vete, po me që është të prekur, u prek sot. Okej, Hebrejnë 1. Okej. Më lejo ta hedh shkrimin. Ne Jehoshua, që themi Jozue, Jehoshua 5 ishte engjëlli i Atit. Jakobi u ndesh me engjëllin e Atit. Në engjëlli i tij u shfaq në shkurën që nuk digjeshe. Dhe Ati flet nëpërmjet engjëve, dërgovi engjën përpara popullit. Tra këto koncepte të para ekzistencës në gjendjen koshente të Mesias më përpara, para themelimit të botës, është vetëm imagjinatë një personi. Që shkrimi nuk thotë, thash, Ati nuk ishte në gjendje masandaj ta shfaqte birin e tij në dhjetën e vjetër. Po do thoshte engjëlli, thot engjëlli, vëlla motër. Është një titull, Elohim, është një titull. Zoti mbasi u foli në lashtësi shumë herë dhe në shumë mënyra ejtërve, që nga Zanafilla deri tek Malakia, ejtërve me anë të profetëve, së fundmi këto ditë na ka folur me anë të birit. Nuk e beri në dhjetën e vjetër, por e beri në kohët e fundit, se në dhjetën e vjetër foli nëpërmjet engjëve, profetëve të tij. Por në kohën e fundit, kur erdhi Mesia, masandaj na foli me anë të birit, të cili e bëri trashëgimitar të gjitha gjërave, për shkak të cilit e krijoi dhe gjithësinë. Për shkak, për llogaritë të tija. Do ta shikojmë në Gjoni 1:1. Për shkak e krijoi urtësia e Atit, krijoi gjithçka. Dhe këtu po flet që nëpërmjet engjëve jepte her pas here urtësinë dhe fliste profetëve, fliste urdhrimet, ligjin e Atit në shumë aspekte çfarë populli do të bënte. Por urtësia e Atit plotësisht u manifestua në birin e tij, që masandaj na dha shpengimin dhe për shkak të cilit e krijoi dhe gjithësinë. Çfarë thot apostulli Shaul? Që i dha plotësinë e veprave të duarve të tij, gjithësinë.
Le të shikojmë në e dim që ligji ti është i përjetshëm kur shtrembrohen fjalët e drejtësisë, fjalët e urtësisë, ligji ti i përjetshëm, mos andaj çfarë të shndërrohesh në mëkatar, thotë. Dhe shkelesh mbi tokë. Okej, ja, duhet të përmendur kjo pas, kalojmë në Gjonin 1. Okej, e para Korintasve 1. Po Zoti ka zgjedhur gjërat e marra të botës për të turpëruar ata që mbajnë veten të urtë. Dhe Zoti ka zgjedhur gjërat e botës, gjërat e dobta të botës për të turpëruar të fortët. Ndërkohë na thotë zemra e përulur, zemra e pranueshme të urtësisë, së ligjit të Atit, të urdhrimeve të Tija, shugëzojmë jetën e përjetshme. Dhe Elohim Zoti ka zgjedhur gjërat jo fisnike të botës dhe gjërat e përçmuara. Gjërat e përçmuara. Okej, njerëzit që përçmohen sepse flasin fjalën urtësinë e Tija për jetën e përjetshme. Dhe gjërat që nuk janë për të asgjësuar ato që janë. Që asnjë mish të mos mburret përpara Tija, para Zotit Atit. Por prej ti ju jeni në Mesian, Krishtin, në Mesian Jashuan, i cili nga Elohim, nga Ati, çfarë u bë? U bë për ne urtësi. Drejtësi, veçim, në këtë rast shenjtërim dhe shpengim. U bë për ne urtësi. Atë po të thotë Gjonin 1:1. U bë urtësi. Drejtësi që ne të menim çfarë? Rrugën e drejtë. Të dëgjojmë, po të më shikoni mua, tha Mesia, keni paratin. Urtësia Atit po shfaqet përpara jush në trup njeriu që jam unë, thot, dhe unë po ju flas fjalën, urtësinë, urdhrimet, zgjidhjen e përsosur që ju të merrni jetë. Zbato urdhrimet dhe do të jetosh. Mateu 19, Luka 10. Kur citovi çfarë është shkruar në ligjin, po të mësoj urtësinë e Atit. Zbato ligjin dhe do të jetosh. Që sikur se është shkruar ai që mburret, le të mburret në Zotin. Është shkruar, ku ishte shkruar? Ne, Jeremia, ishte shkruar 9:24. Por kush lavdërohet për këtë, të ketë gjykim, të ketë gjykim, si të gjykojmë vëllamo të çështjet. Na e thanë në ligjin për 17 si gjykohen çdo çështje të brenda asamblesë, portave të shtëpisë tonë. Me anë të ligjit, me anë të urdhrimeve që është urtësia e Atit. Ai që lavdërohet, që thotë më njeh mua, le të më njohë mua, thotë, le të njohë mua, të njohë karakterin tim, të njohë urtësinë time, urdhrimet e mia, që unë jam Jahwe, që bëj mirësinë, ushtroj të drejtën dhe drejtësinë mbi tokë, sepse kënaqem me këto gjëra. Me kë? Mirësinë, drejtësinë dhe të drejtën. Ligji ti është i mirë, i drejtë, i veçuar. Ligji ti është i mirë, na bën të urtë njeriun e thjeshtë. Kush na bën? Na bën fjalët e Atit që vendosën urdhrimet e Tija në gojën e Mesias së Krishtit. Pra, ai është lajmi i mirë, mbretërisë që ekziston sot tek kësaj dite për jetën tona. Ati e beri për ne urtësi. Le të kalojmë në Gjonin 1, lavdjatit. Shikoj në ekran dhe merri në zemrën tënde. Gjonin 1, asnjëherë nuk ka folur apo mësuar për doktrina të tilla katolike filozofike të shekullit 3-4 si Triniteti. Asnjëherë. Ne e kemi futur shkrimit atje, më sandaj, me perceptimet, me zanafillën 1 etj. Në gjithë shkrimin dhe shkrimi që ishte dhjata e vjetër dhe në dhjatën e re, gjithmonë ka qartësi të planit të mendjes së Atit dhe kush Ati dhe i biri ishin dhe rolet e tyre, struktura hierarkale që Ati kishte vendosur të përjetshme. Në paranjohje, në urtësinë e Tija, në zemrën e Tija, në planin e Tija. Asnjëherë Gjonin 1 nuk flet për Trinitetin, apo të ketë mësuar një gjë të tillë. Le ta shikojmë.
Në fillim ishte fjala, ti me njerë ke atë fenë me shkronjë të madhe, përse? Teologjitë e re me futën ndaj shkrimi si kanë bërë, masandaj kanë futur perceptimet dhe mësimet dhe denominacionet e tyre që bëjnë pjesë. Në fillim ishte fjala atit, fjala, logos, të folurit, një fjalë e shqiptuar, një koncept, një ide, dikush që thotë, thënjet e Zotit, një dekret, një mandat, një urdhër, ati urdhëroi, dekretoi. Gjithashtu fjala atit është parimet morale të dhëna nga Zoti, ligji i tij moral, është fjala e tij. Ky është strongu leksikoni i përkthimit të fjalës greke logos. Fjala atit, dabar, që ke dabar është në dhjetën e vjetër, kur ati foli në Zanafilla 1. Fjala atit është profesit e dhjetës së vjetër të dhëna nga profetët. Ajo fjalë dekretohet, është një mendim, një deklaratë, një thënie me peshë, një thënie, një bisedë, akt e të folurit, fjalim, aftësia të folurit, aftësia dhe praktika në të folur, një lloj ose një stil të folurit, një diskusion, një udhëzimi i vazhdueshëm të folurit, një doktrinë, një mësim, çdo gjë e raportuar në të folur, një rrëfim, çështje në diskutim, gjë që për të cilën flitet, një çështje në mosmarrveshje, ligji për të 17, një rast, një padi ligjore, gjërat për të cilat fliten o për të cilën flitet, ngjarje, vepra. Të folurit të atit, shqiptimi i tij, e folura, fjalimi, thënjet e tij. Fjala e tij, një koncept shumë i thjeshtë, kaq. Mos shko më tej. Po flet për urtësinë e atit, fjala e tij, që u manifestua masandaj më vonë. Dhe fjala e atit ishte pranë Zotit. Dhe fjala ishte Zot. Do thotë, fjala Elohim është fjala këtu Zot, që ka kapacitet hynor, ka kapacitet të krijojë fjala e tij, sepse lin nga ai që është hynia e përsosur, ati. Që do të thotë gjoni një që nuk është shumë për jush nuk e kanë kuptuar, dhe lutem atit ta marrësh në zemrën tënde kuptimin e vërtetë. Dhe shpërndaje këtë takim. Fjala atit ishte Theos, do thotë kishte kapacitet hynor. Kishte kapacitet kryus, kishte urtësi atit, fjala e tij. E njëjta gjë, kjo fjalë ishte në fillim me Zotin. E kishte brenda vetes së tij. Ti dhe unë, nuk kemi fjalët tona brenda vetes tonë. Ne flasim nga brendësia e zemrës, goja, flet. Aj. Ati kishte brenda fjalën e tij dhe kur flet ati, krijohet nga hiçi. Te po të thotë, në të gjitha gjërat u bën me anë të tij, me anë të atit, ose në këtë rast mund të me anë të fjalës së tij, është e njëjti koncept. Dhe pa atë fjalë, pa atë, ose pa atin, nuk u bën asnjë nga ato që u bën. Në atë fjalë ishte jeta. Në atë urtësi ishte jeta e përjetshme që do vinte më vonë. Në atë fjalë ishte jeta, dhe jeta ishte drita e njerëzve. Në atë fjalë ishte urtësia, ishte ligji përsosur i atit, që është dritë dhe na drejton. Dhe Mesia erdhi në mish njeriu, ajo fjalë u manifestua, mori trup njeriu, predikoi ligjin që ne të kishim jetë dhe të na drejtonte në dritë, jo të ecim në errësirë. Shikoj vargun 3 këtu ja. Të gjitha gjërat u bën me anë të tij. Okej. Të gjitha gjërat u bën me anë të tij. Ja më lejo pak sa ta gjej. Të gjitha gjërat u bën me anë të tij. Ati, Elohim, Zoti, krijoi me anë të fjalës së tij. Qejt u bën me anë të fjalës së tij. Dhe tërë ushtria e tyre me anë të frymës së gojës së tij. Ati ka gojën e vet. E dëgjuan në Eksodi 19. Ka gojën e tij. Dhe kur ati flet, del fryma e tij nga goja e tij, dha motër, ja çfarë po na thotë. Me anë të frymës së gojës së tij u krijuan
sepse fryma dhe fjala në këtë rast, fjala e Atit është e fuqizuar nga fryma, nga fuqia e Tij për të krijuar. Psalmi 148:5. E të tëra këto gjëra le të lavdërojnë emrin e Jahve, dhe ai dha urdhër dhe ato u krijuan. A nuk e pam pak më përpara që fjala logos që ishte në Gjonin 1:1 ishte dekreti, urdhrat e Atit, fjalimi i Tij është fjala. Kështu thotë Jahve, çliruesi yt, ai që ka formuar, ai që të ka formuar në barkun e nënës. Unë jam Jahve që kam bërë tërë gjërat. Ati ka bërë të tëra gjërat. Që i vetëm kam shpalosur qejtë dhe kam shtrirë tokën. Kush ishte me mua? Si tha, që i vetëm, Ati nuk ka nevojë për dikë që të krijojë, vëlla motër. Ka nevojë për ndihmë. I vetëm, sepse ai është i vetëm në këtë rast. Masandaj krijoi birin e Tij dhe lartësoi për mbi engjëjt dhe për njerëzit dhe i dha titullin e masandaj të Zotit, birit të Tij që nuk ja ka dhënë asnjë personi tjetër. Le të vazhdojmë tek Gjonin 1:1. Prandaj kur shikon Gjoni po citon psalmet, sepse e di që të gjitha gjërat u krijuan me frymën e Tij që doli nga goja e Tij, të Atit. Dhe pa atë fjalë nuk mund të krijoshin, se Ati duhet të dekretonte, të fliste që gjërat të vinin në ekzistencë. Me anë të fuqisë të Tij që ka, përben karakterin, tërësinë, qenien e Tij hyjnore, të pa krijueshme. Kur shikojmë këtu në vargu 4, në atë, ja po e marrim si varg që ta kemi afër. Në atë ishte jeta. Okej. Në atë ishte jeta. Ti po ta shikosh fjalën është autos nga greqishtja, që ka të bëjë me vetveten në dy rastet e gjinisë, vetveten e tyre për shumës, vetveten për sende, ai apo ajo ose edhe njëjta gjë. Atëherë kur thotë në atë, duhet përcaktuar në atë kush? Në atë fjalë, sepse bëhet fjalë për sendet gjithashtu. Nuk bëhet fjalë për njerëz, sepse aty nuk ke njerëz, po flitet fjala, logos, që në vargun parë. Dhe ajo fjalë mund ta vëmë në atë fjalë ose në të njëjtën gjë. Ashtu se thotë versioni King James. The same was in the beginning with Elohim. E njëjta gjë ishte në fillim me Zotin. E njëjta gjë, çfarë? E njëjta fjalë, se konteksti ishte fjala. Ajo fjalë ishte që në fillim me Atin. Ky ishte vargu i dytë. Për sa i përket nga ana tjetër, vëlla motër, kur shikojmë tu për fjalën në fillim, dy vargjet e parë, ja t'i afrojmë. Në fillim ishte fjala, okay. Ke të bësh me fjalën Theos, Zoti. 1-2. Në fillim ishte fjala dhe fjala ishte pranë Zotit, që është fjala Theos. Çfarë do thotë? Fjala Theos është një emër i përgjithshëm. Një Zot, një emër i përgjithshëm i zotrave ose hyjnive, hyjnia në këtë rast për Atin, Zoti Atë, i folur për Zotin e vetëm dhe të vërtetë, i referohet gjërave të Zotit, që është fjala e Atit, urtësia e Tij, karakteri, atributet e Tij, këto janë sjellja, është karakteri i Atit, këto janë gjërat e Tij. Masandaj thotë këshillave të Tij, interesave, gjëra që i takojnë Atij, kujt Atit, çdo gjë që mund të krahasohet në një aspekt me Zotin, atributet e Tij, ose të ngjajnë Atij në një mënyrë nga ana e kapacitetit hyjnor, përfaqësuesi ose zvendësuesi i Zotit i Atit, ma gjithashtu merr titullin e magjistratëve, gjykatësve, sundusve,
Është e njëjta fjalë që shikon për fjalën Elohim në Dhjetën e Vjetër, apo dhe në terrenë që përmendet. Por në terren mos andaj përkthyer nga veçishë kojne nga aramaikja besohet e atërshme. Është e njëjta fjalë, fjala Theos në Gjonin 1:1 është fjala Elohim, që është një titull, është vetëm një titull vëmotër. Nuk ka përcaktohet në bazë të kontekstit ku vendoset. Dhe siç thamë, Elohim është e njëjta gjë, sundimtare, gjykasit, përfaqësuesit hynor në vendet të shenjta dhe sipas shurimi i madhështisë së fuqisë hynore. Fjala Elohim do thotë sundimtar nga leksikoni, ke had 430 hynorët, engjëjt e marrin këtë titull, Zoti e merr një njeri, një person gjithashtu me paraqitje hynore, vepra dhe zotërimet të veçanta të Zotit, prap karakterit, atributet e tija, dhe Zoti i vërtetë të krijuesi qiell tokës. Shiko ku ke, le të shikojmë. Gjonin 10. Judentu u paraqitën duke thënë, ne nuk të vrasim me gurë për asnjë vepër të mirë, por për blasfemi, sepse ti, duke qenë njeri, e bën veten Zot. Ata po e kuptonin çfarë ai po theshte, por nuk doni ta pranonin që ai kishte lindur prej Atit dhe Ati e kishte vendosur si Zot, si Mesian, si kryepriftin e përsosur. Por tu nuk po bente veten e tia që t'ishte Ati. Asnjëherë nuk e ka bërë Mesia gjë të tillë, siç shumë pasandaj sot mendimet të bëjnë shkolla të mendimit i bëjnë sot, e bëjnë Mesian, e bëjnë Ati. Dhe në këtë rast Jeshua ju përgjigj atyre e tha, nuk është shkruar në ligjin tuaj? Unë thashë ju jeni zotra, i jepet çfarë? I jepet titulli njeriut. Këtë titull, si thash pak më përpara, e merr Ati, i Biri, engjëjt, njeriu dhe gjithashtu zotrat falso, Bali ka të njëjtën Elohim, e thotë. Me e të vogël ose zotra që themin e zotrat falso, është një titull, është hyni në këtë rast që duhet shikuar në kontekstin ku përdoret, tema që përdoret. Eksodi 7:1. Jahu i tha Moshe, shiko, unë po të bëj si Zot për faraonin dhe vllajën e yt Aronin do të jetë profeti yt. Këtu fjala Zot është Elohim. Po të bëj Elohim, po të bëj Zot për faraonin, po të bëj gjykatës, po të bëj në këtë rast sundues mbi te. Po të bëj përmbi te. Ky është titulli që Mesia ka përmbi çdo qenie të gjallë. Nuk e ka përmbi Atin, sot e kësaj dite po e nështrohet Atin në qell, se ka zyrën e tij të kryepriftit të përsosur për ndërmjetësimin e mëkateve, shkeljet e ligjit që neve mund të kryejmë apo për të tjerët që kanë kryer dhe të marrin dhe ata faljen e mëkateve, po sot neve i themi ligji është hequr. Ligji është hequr, po si do përcaktohet mëkati për atë që do të vinë në besim që është nga jashtë? Si do t'i thuash atij pendohu? Po neve as nuk i themi pendohu nga shkeljet e ligjit, që nxjerr masandaj ai ligj nxjerr në pa mëkatin. Po neve i themi harroj atë, the pranoj në zemrën tënde, bëj lutjen e shpëtimit. Dhe ata nuk dinë akoma në këtë rast çfarë është mëkati, sepse vetë ai person që ja thot nuk e di për veten e tij. I verbri drejton të verbrit dhe të dy bën ngropë. Ndërkohë Jobi 33 thotë që ne nuk do të bëjmë gjëra të tilla. Isaia 44:6. Kështu thotë Jahue, mbreti i Izraelit, dhe çliruesi i tij, Jahue ushtrive, unë jam i pari dhe jam i fundit, dhe përveç meje nuk ka Zot. Nuk ka Zot. Kush është i pari i fundit? Alfa e Omega? Zbulesa 1:8, i plot fuqishmi, Jahue, mbreti i Izraelit, çliruesi Jahue ushtrive. Dhe nuk janë tre zotra në një, harroj atë koncept vetëm se vjen nga fryma demonike, gjëra të tilla. Si të thuash që Mesia që ka Ati? Masandaj Ati kujt i luteshe, me që Mesia po luteshe në tokë dhe ne bëjmë Atin? Apo masandaj i bëjmë që Ati, ja u gjykoi Sodom e Gomorën dhe mbas Adami që Abrahami që ndërmjetësoi dhe Ati që ishte në tokë
dërgoi zjarrin nga Zoti që ishte në qiell. Dhe aty i futi masandaj që ishte Mesia. Kushta që ishte Mesia atje? Angeli, që është Elohim, që është një titull, kërkoi Atit që të zbriste ai krijuesi Elohimi me e të madhe në qiell të zbriste zjarrin të godiste Sodom dhe Gomorën. Engjëjt gjithmonë kanë ndërmjetësuar për njeriu. Engjëjt gjithmonë po ta shikosh edhe kur lanë engjëjt e këqinj që masandaj 200 prej tyre që lanë vendbanimin e tyre nga qielli, ishin kryengjëjt që shikonë masandaj Gabrielin apo Mikaelin, Rafaelin, Urienin që ndërmjetësojnë masandaj për çështjen e tokës, e thon Ati, çfarë po ndodh? Se nuk po e gjykon këtë imoralitet, këtë shturje, këtë kanibalizëm që po ndodhte në atë kohën e Noasë. Ishin ata që ndërmjetësojnë dhe të njëjtin gjë Ati dërgoi engjëjt tek Abrahami masandaj për ta shpëtuar Lotin, dhe ato janë shëmbëltyra që Ati ka bërë gjithmonë për na treguar ne tani që duhet të dalim nga Sodoma e Gomora, nga bisha e Romës, nga Ishtar dhe festat e saja, që të mos gjykojmë bashkë me ta. Dhe më lejo të them diçka për disa grupe të Jovajt. Ajo fjala një Zot duhet hequr, se Mesia nuk është një Zot tjetër përveç se Atit. Apo e na qenë ka krye engjëlli masandaj atër ato mësime të gabuara. Sepse Biblia juaj ka shtuar ato gjëra. Si kush ka interpretime masandaj për kthimet e veta pas denominacionit. Kuptoj vëlla motër që titulli Elohim është një titull, po ta kuptosh që ka të njëjtin gjë me timin e fjalës Theos. Ja ta shikojmë si është në praktikën e gjoni një më në detaje. Në fillim ishte fjala Atit. Dhe fjala Atit ishte pranë tij. Dhe fjala ishte në këtë rast me kapacitet hynor. Ishte atributi tia, ishte urtësia e tia, ishte hynore, themi. Të ishin që thotë, e pam pak më përpara ku beshe fjale për gjërave që i takojnë ati, po, lavdjatit. Aspektet që i takojnë Zotit, ky është aspekti i tij, është fjala e tij, është brenda tia, lavdjatit. E njëjta gjë, ajo fjalë ishte në fillim me Zotin, kaq. Dhe thash pak më përpara që flet për urtësinë e Atit. Fjala, urtësia e tij u shfaq në trup njeriu. Mori miq dhe ne pam lavdinë. Gjoni 3:13. Askush nuk u ngjit në qiell, përveç se atij që zbriti nga qielli, pra biri i njeriut që është në qiell. Që është në qiell tani. Por tu po të thot urtësia e Atit, Gjoni 3, fillovi me fjalën, shkon e kapitulli i parë, sepse neve marrim vetëm një fjalë të vetëm, shikon? Çfarë po fliste Ati që urtësia që ishte në fillim, urtësia në fjalë të urta 8. Që Ati e zotëroi që nga fillimi. Ajo fjalë, ajo urtësi, masandaj çfarë? Spriti nga qielli dhe mori trup njeriu, në birin e njeriu, në Mesia, në Krishtin, që masandaj u ringjall, Ati ringjalli dhe e vendosi masandaj në qiell mbi veprat e duarve të tia për 1000 vjeçarin.